Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama firmos shkarkimin nga detyrat e Erion Veliajt, vendimi i qeverisë i hap rrugën zgjedhjeve të parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike i quan antikushtetues shkarkimin e Veliajt, Berisha thotë se Rama po përpiqet të shmang dërgimin e çështjes në gjykatë. Arrestohet autori i vrasjes së një 51 vjeçari në Durrës, i riu pretendoi se krimi ndodhi për vetmbrojtje pasi viktima tentoi ta përdhunonte në shtëpi. Njemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Erion Veliaj është zyrtarisht ish kryebashkiaku i Tiranës. Kryeministri Edi Rama firmosi largimin e tij në mbledhjen e qeverisë për t'i hapur rrugën zgjedhjeve. Tani takon presidentit Begaj të caktojë një datë për mbajtjen e tyre, ndërsa socialistët shkojnë në këtë garë me Ogerta Manastirliun. Mbledhja e parë e qeverisë Rama 4 solli shkarkimin e Erion Veliajt. Vetëm një ditë pas njoftimit nga prefekti i Tiranës për vendimin e Këshillit Bashkiak, të cilët votuan pro shkarkimit të kryebashkiakut, shefi i ekzekutivit së bashku me kabinetin që ai drejton nuk u humbën kohë duke zhvilluar mbledhjen ku u vullos dhe largimi i Veliajt. Në mbledhjen që zgjat një orë, kreu i qeverisë firmosi dhe dokumentet që do të vënë në punë presidentin e Republikës për të dekretuar zgjedhjet e pjesshme të cilat pritet të mbahen në fund të vjeshtës. Me njoftimin nga Këshilli i Ministrave, kreu i shtetit ka një afat prej 48 orësh për të dekretuar zgjedhjet me datën që duhet të caktohet jo më herët se 30 dhe jo më vonë se 40 ditë. Vendimi për zgjedhje në Tiranë u njoftua që prej datës 11 shtator nga vetë kryeministri Edi Rama gjatë asamblesë së Partisë Socialiste, ku caktoi Ogerta Manastirliun si garuese për kryeqytetin nga radhët e Selisë Roz. Gjithashtu, sipas burimeve, Manastirliu do të mbështetet në garën për Bashkinë e Tiranës nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila do të jetë drejtuese politike e qarkut, duke u bërë kështu kraj Manastirliut për fushatën e vjeshtës. Hapa të cilat Partia Socialiste tashmë ka nisur, me Edi Rama që mblodhi deputetët e Tiranës dhe ministrat në Selisë Roz pas ditën e së mërkurës, ku vendosi dhe piketat që duan për zgjedhjet e pjesshme. Mbështetja e Partisë Socialiste në përpos Tiranës, qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cerrikut pritet të i drejtohen gjithashtu kutive të votimit, pasi edhe këto bashki do të futen në zgjedhje të pjesshme. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, shkarkimi i Erion Veliajt është vendim antikushtetues. Sipas liderit të opozitës, Edi Rama po përpiqet të pengojë me çdo kusht dërgimin e çështjes në gjykatë. Në të njëjtën kohë që Këshilli i Ministrave shkarkoi Erion Veliajt nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranës, Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, gjatë një konferencë me gazetarët, e cilësoi shkarkimin antikushtetues. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama po përpiqet që Erion Veliajt të mos godasë në gjykatën kushtetuese shkarkimin e tij. Noterizova, thot, vendimin e... Ja, e pasi dëgjua, e shefti? Po kur fuqia ekzekutive nuk është noterizuese, po si hipokrit. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve, në mënyrë që e rën media që Erion Veliajt mos mund të shkojnë në gjykatë kushtetuese. Sipas Berishës, as qeveria dhe as presidenti nuk do të presin 15 ditë, që është koha që kushtetuta i jep afat Erion Veliajt të shkojnë në gjykatë. Ai e shkarkoi dhe don tani që t'i jap ta çojë te harami, atë ka pengaj, se kanë rrëmbyer së bashku pronat e shtetit shqiptar. Dhe shpallën zgjedhjet dhe ai të mos shkojë dot në gjykatë kushtetuese. E ndërsa majoranca po punon për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë, Partia Demokratike ende nuk ka një kandidat për kryeqytetin, por Berisha saksoi se opozita do të hyjë në zgjedhje me koalicion. Do të takojmë me gjithë spektrin, me aleatët që jemi në koalicion dhe me spektrin opozitar. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha përsëriti se Partia Demokratike do të marrë pjesë në zgjedhjet e pjesshme që do të zhvillohen në 6 bashkitë e vendit, edhe pse beson se me Edi Ramën kryeministër nuk ka zgjedhje me standarde demokratike. Ish deputetja e Partisë së Lirisë Silva Caka ka marrë një post të rëndësishëm në kabinetin Rama 4.
Pas mbledhjes së qeverisë, ajo është emëruar zëvendës ministre e brendshme, duke qenë kështu në krah të ministres Koçiu. Kryeministri Edi Rama ka emëruar gjithashtu dhe ish deputeten socialiste të qarkut të Shkodrës, Edona Bilali, zëvendës ministre të infrastrukturës dhe energjisë. Gjatë zgjedhjeve të 11 majit, Bilali nuk mundi të fitonte mandatin e deputetes. Një tjetër lëvizje e qeverisë së re është edhe emërimi i Eugena Tominit si zëvendës ministre e shëndetësisë, post të cilin ajo e ka mbajtur edhe më herët. Deputeti i Partisë Demokratike sulmoi prokurorët e SPAK-ut se tentuan ta intimidonin gjatë dëshmisë për aferën e dosjes 5D. Belind Kolliçi deklaroi se pavarësisht presioneve nuk do të ndalet derisa të gjithë pushtetarët e korruptuar të përfundojnë pas hekurave. Ligjvënësi demokrat Belind Kolliçi dëshmoi në gjykatën e posaçme për dosjen e famshme 5D. Deputeti u mor në pyetje në cilësinë e kallëzuesit të kësaj afere, për të cilën kanë përfunduar në burg 3 ish-drejtorë të Bashkisë së Tiranës, Taulan Tusha, Redi Molla dhe Mariglen Qato. Jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorave që sot janë në burgun e Fierit, jam pyetur nga gjykata dhe nga prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes, jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës, më mirë këtu ku jam unë sot se sa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabit elektoral 5D. Kolliçi deklaroi se nuk do të ndalet derisa të gjithë politikanët që ai cilëson të përfshirë në korrupsion të kenë fatin e Veliajt. Betejë ime politike dhe individuale me ish-kreun e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, tashmë konsiderohet nga ana ime një kapitull i mbyllur, por betejë ime politike me modelin Erion Veliaj që sot është në çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe në çdo dikaster të rëndësishëm të vendit, sigurisht vijon dhe do të vijojë deri në fund. Bashkë me 3 ish-drejtorët, të pandehur janë marrë edhe 4 persona të tjerë. Për ta, dosja po gjykohet veçmas, kjo edhe për shkak të veprës penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, pasi sipas SPAK, ata përdorën postin që kishin, që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronar faktik kishte vetë ata. Ndërsa në 28 maj, gjykata shpalli fajtor 4 zyrtarë për dosjen 5D, për shkelje të barazisë në tendera, por asnjëri prej tyre nuk përfundoi në qeli, duke u dënuar me punë komunitare. Gjykata e posaçme shtyu për në datën 9 tetor vendimin nëse dosja ndaj çiftit Meta Kryemadhi do të kalojë apo jo për gjykim. Vetë zonja Kryemadhi akuzoi SPAK-un duke thënë se ka gënjur autoritetet amerikane dhe britanike për hetimin ndaj saj. Për dosjen Çezdia, Ilir Meta dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi do të përballen me gjykatën e posaçme në datën 9 tetor. Kjo pasi seanca e kësaj të enjteje që do të vendoste nëse ata do të uleshin në bankën e të akuzuarve përballë togave të zeza, u shty. E pandehura Monika Kryemadhi tha se SPAK ka dështuar të provojë akuzën, ndërsa prokurorët lënë për të dëshiruar me përgjigjet që u kanë kthyer SBA-ve dhe Britanisë së Madhe në 2 letër porosit që këto shtete i kanë kërkuar këtij institucioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, a keni vendim gjykate për sekuestrimin e telefonit Monika Kryemadhit? Dhe SPAK-u ka gënjur dhe thotë që po kemi një vendim gjykate, ku ju çon vendimin e gjykatës për sekuestrimin e telefonit të mamas time. Britania e Madhe ju thotë, ore zotrisë, por na keni shpjeguar gjithë telefonin e kësaj zonjës dhe gjithë kurikulum vitan e zotit Meta. A mund të na thoni cili është krimi që ka bërë zoti Meta këtu? Dhe zonja Kryemadhi se nuk po shohim krim. Dhe tjetra, mos u tallni me ne se ne nuk kemi stalker që ndjekim njerëzit dhe ju përgjojmë mesazhet e telefoneve. Kryemadhi bëri të ditur se do të thrasë dëshmitar të mbrojtjes edhe kryeministrin Rama. Patjetër, kryeministrin Edi Rama, shefin e kabinetit të tij Vali Bishgën, ish ministren Milena Harito, ku ndryshon një kriminal i cili i vendos pistoletën në kokë një biznesmeni, i vendos pistoletën në kokë një politikani, një ministri, një drejtori, një prokurori, apo familjarëve të tyre, nga një institucion, si ky këtu që është mbrapa, që kërcënon, intimidon, shantazhon, linçon një qytetar i cili nuk pranon të thot atë që ka dëshirë që të thot
prokurori në dosje. Vendimin për kalimin apo jo për gjykim të dosjes e ka në duar gjyqtarja Irena Gjoka. Në bashkëpunim, ish presidenti Ilir Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parashe fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çezdia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzime familjare. Policia vuri në pranga një djalë 24 vjeçar që akuzohet se është autori i vrasjes me thik të një 51 vjeçari në Durrës. Krimi besohet se ndodhi në kushtet e përdorimit të lëndëve narkotike. Ky është 24 vjeçari Taylor Tivari, autori dyshuar i vrasjes së 51 vjeçarit Valbon Beqiraj mbrëmjen e së mërkurës në Durrës. 51 vjeçari u gjeti pa jetë në një apartament në katin e 4 të një pallati që rezulton të jetë shtëpia e hallës së viktimës, ku Valbon Beqiraj dhe të njohur të tij shkonin për të konsumuar lëndë narkotike. Mbrëmjen e së mërkurës dyshohet se në kushtet e përdorimit të drogës ka pasur një konflikt mes viktimës dhe Tivarit, gjë që ka përfunduar në vrasjen e 51 vjeçarit Valbon Beqiraj. Sipas policisë, 24 vjeçari kishte hyrë në banesën ku ndodhi krimi me qëllim blerjen e lëndës narkotike. Por gjatë bisedës mes tyre, 24 vjeçari është konfliktuar me 51 vjeçarin dhe e ka goditur me thik në pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ai ka deklaruar në polici se viktima kishte tentuar ta përdhunonte, prandaj ai e qelloi në kushtet e vetmbrojtjes. Pas ngjarjes, e dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes duke u ndihmuar nga një 27 vjeçar, kushëri i tij, i cili me një makinë taksi e ka dërguar fillimisht në banesën e tij. Nga hetimet intensive të policisë është bërë mundur kapja e të 2 personave të përfshirë në vrasje, ndërkohë që ju është komunikuar arrestimi për veprat penale, vrasje me dashje, mbajtje pa leje armëve të ftohta, moskallëzimi i krimit dhe përkrahje e autorit të veprës penale. Të dhënat e tregut imobiliar në qytetin e Fierit flasin për një ulje të shitjes së apartamenteve, ndërkohë ndryshe paraqitet situata në Elbasan, ku interesi për të blerë ka qenë më i lartë për shkak edhe të afërsisë me kryeqytetin. Viti 2025 ka shënuar një përgjysmim të shitjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agjentëve imobiliar, ky trend ka ardhur si pasojë e disa faktorëve. Në korrik të këtij viti politikat e bankës ndryshuan, ne nuk kemi më mundësi të financim, asnjë nga bankat nuk ofron mundësinë e financimit 100%, dhe trendi i Fierit ose pjesa blerëse, dërmuese në Fier janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Si zona më të shtrenjta vlerësohen lagjet Apolonia dhe Kastrioti, ndërsa blerësit janë kryesisht çiftet e reja që interesohen më së shumti për banesat me sipërfaqe të vogël. Fuqia blerëse në Fier është midis shifrave 70-75.000 euro të përballueshme nga pagat tona. Pra të jemi pak realist, sepse pjesa blerëse në Fier nuk jemi një qytet ku mund të investohet për bregdet ose kur mund të investohet për blerje prone me qëllim rritjen e çmimit. Nga ana tjetër, në qytetin e Elbasanit është vënë re një trend i ri, ku është rritur kërkesa për blerje apo qiramarrje të shtëpive për shkak të afërsisë gjeografike me Tiranën. Kërkesa vjen në rritje nga studentë dhe familje që punojnë në kryeqytet. Kjo vjen për shkak sepse individ të cilët punojnë në Tiranë ose studiojnë në Tiranë gjithmonë më shumë po vinë të jetojnë në Elbasan, pasi çmimet në Elbasan janë më të lira referuar me Tiranën. Çmimet e banesave në Elbasan sipas agjentëve janë thuajse të njëjta me ato të 3 viteve më parë. Apartamentet ekzistuese në metra katror janë më pak se sa apartamentet e reja dhe detyrimisht çmimi i përgjithshëm vjen gjithmonë është më i pakët. Megjithatë, ekspertët e tregut thonë se situata mund të ndryshojë së shpejti, pasi nga janari 2026 parashikojnë rritje të çmimeve për Elbasanin. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministre për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali është takuar me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Me ftesë të kryediplomatit amerikan, Spiropali u bashkua darkës transatlantike që u mbajt në New York. Aleanca strategjike mes vendeve tona do të thellojë edhe më tej në dimensionin politik, ekonomik dhe atë të sigurisë, thuhet në një postim në rrjetet sociale.
Presidenti Bajram Begaj dhe Ministri Spiro Pali po qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si përfaqësues të Shqipërisë në kuadër të 80 vjetorit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gërmimet arkeologjike në qytetin antik të Amantias në Vlorë nxorën në dritë murin rrethues që daton shekullin e 3 para lindjes së Krishtit. Ekspertët ndërhyjnë për të ruajtur dhe restauruar edhe elemente të tjera që dëshmojnë organizimin e shoqërisë në atë kohë. Në parkun arkeologjik të Amantias në Vlorë, arkeologët kanë zbuluar një element të panjohur më parë, murin rrethues të qytetit të poshtëm të Amantias, i cili mendohet se është ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit dhe shkatruar në shekullin e 6 pas Krishtit. Ky element i ri hedh dritë mbi organizimin urbanistik dhe publik të qytetit i lirë. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Vlorë njoftoi këtë të njëjtë se përveç këtij zbulimi, u realizuan edhe ndërhyrje restauruese të domosdoshme për mbrojtjen e varreve monumentale, si dhe punime të tjera konservuese mbi monumentet e evidentuara vitet e fundit, të cilat cënoheshin nga ngricat apo shiu. Zbulimet e reja arkeologjike, si muri rrethuesi i qytetit të poshtëm të Amantias dhe elementë të tjerë të organizimit urbanistik, së bashku me ndërhyrjet restauruese në varret monumentale dhe objekte të tjera të nxjerra në dritë, pasurojnë edhe më shumë peizazhin arkeologjik të parkut. Amantia ka qenë një qendër e rëndësishme e krahinës ilire të jugut dhe për një kohë të gjatë, sipas historianëve, ka pasur një jetë ekonomike dhe shoqërore të gjallëruar dhe një kulturë materiale dhe shpirtërore të pasur. Të nderuar shikues, që gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, bashkë ndajemi këtu natën e mirë.